I shohim tani në mënyrë më të detajuar zhvillimet kryesore të ditës. Rruga e Shqipërisë për të kualifikuar në botror kalon nga Letonia, ku gjezin luajnë sot në orën 20:45 në Riga, ndërsa ndeshja do të transmetohet në digital. Ndërkaq Silvinjo ka bërë disa ndryshime të detyruara pas Serbisë, por më shumë detaje do të na sjell tani gazetari Elvis Rexha që ndodhet në kryeqytetin letones pranë kombëtares son. Të përshëndesim Elvis, si është atmosfera para ndeshjes dhe si pritet të luajë sot Shqipëria? Përvetje, është një atmosferë e ngrohtë më themi në një vend të ftohtë, ku të këtoj jemi me ende me ekipat e ekipit, gjithë skuadra ka menduar se të ngrohtë atmosferë me optimizëm që ka pasur gjatë këtyre ditëve. Dhe për të vërtetë formacionit nuk ka bërë asnjë ndryshim përveç atyre të detyruara trajneri Silvinjo, edhe pse ka pasur disa pikpyetje, ka konfirmuar pra titullarët e Tuhelit ndaj Serbisë, duke përjashtuar Biçitit, i cili ka marrë përcaktuar numrin e 4 kartonave verdh në dosje sot, dhe gjithashtu Ajeti, i cili nuk ja doni të banë sot monitoring negative para tyre nga stati mjektor, por që pjesë e skuadrës. Do kemi Strakose në port, në krahun e gjatë të Isaj, ndërkohë Ismaili dhe Kumbulla janë dy qendrat, në krahun e majtë dhe Smizaj. Nuk fiton pjesa tjetër, skuadra ndaj Serbisë, Gati dhe Aslani, ndërkohë tretja e sulmit Zoja, Manaj dhe Oxha. Mendoj që do tuan të Zaku, por kërkoj që të rikthej entuziazmin tek Rei Manaj dhe më mirë sa një ndeshje nga një kundërshtar të tillë, do të edhe një gol i tij në këtë duel do të ishte ilati më i mirë për ta rigjetur edhe një herë entuziazmin tek sulmuesi pas asaj penalltie të humbur ndaj Serbisë.